Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 1 Thesalonikasve 4:18. Ngushëlloni, pra, njëri tjetrin me këto fjalë. Një Thesalonikasve 5:6. Le të mos flem, pra, si të tjerët, por të rrim zgjuar dhe të jemi të esëll. 1 Thesalonikasve 5:8. Kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esëll, duke veshur parzmoren e besimit dhe të dashurisë dhe për përkrenare shpresën e shpëtimin. 1 Thesalonikasve 5:11. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin ashtu sikur edhe bëni. 1 Thesalonikasve 5:12. Tashmë, vëllezër, ju lutemi të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në krye ndër ju në Zotin dhe që ju qortojnë. 1 Thesalonikasve 5:13. Edhe t'i vlerësoni shumë në dashuri për veprën e tyre. Jetoni në paqe midis jush. 1 Thesalonikasve 5:14. Tani, vëllezër, ju bëjmë thirrje t'i qortoni të parregulltit, të ngushëlloni zemërlëshuarit, të ndihmoni të dobëtit dhe të jeni të duruar me të gjithë. 1 Thesalonikasve 5:15. Vështroni se mos dikush t'ia kthej dikujt të keqen me të keqen, po kërkoni gjithmonë të mirën edhe të njëri tjetri edhe të gjithë. 1 Thesalonikasve 5:16. Jini gjithmonë të gëzuar. 1 Thesalonikasve 5:17. Lutuni pa pushim.